Horoskopi ditor e diel 20 prill 2025. Dashi, Neptuni do influencoj së tepërmi tek jeta juaj sentimentale. Do merrni disa vendime në çift, të cilat do japin një tjetër drejtim jetës suaj. Disa mund të kalojnë ndonjë moment të tensionuar. Beqarët duhet të bëjnë kujdes. Hëna do ju bëj kërkues dhe të kërkoni një qenie perfekte. Nuk keni për ta gjetur, nëse nuk tregoheni realist. Me financat, gjërat do shkojnë mirë, më në fund. Demi. Gjatë kësaj dite, lidhja që keni krijuar do të përforcohet edhe më shumë. Do jeni shumë joshës dhe partneri do ndihet mirë që ju ka në krah. Beqarët, nga ana tjetër, do kërkojnë pafund dhe do kenë sukses. Më në fund, edhe ju nuk do ndiheni më vetëm. Financat duhen menaxhuar me shumë maturi. Mos të humbni thellësinë dhe mos u hidhni me sy mbyllur në detin e shpenzimeve. Binjakët. Edhe pse lidhja juaj është shumë e rëndësishme, duhet të merreni pak më shumë me veten dhe familjarët sot. I keni lënë pas dore kohët e fundit. Beqarët, edhe pse nuk është në stilin e tyre, do fillojnë aventura, ardhmja të cilave nuk dihet as pak. Marsi do influencojë më shumë tek financat. Buxheti do të ekuilibrohet dhe ju do mund të bëni pak më shumë shpenzime se sa zakonisht. Nga porja. Jeta juaj në çift mund të jetë tensionuar dhe as pak e animuar sot. Mundoni ta ndrejtni sa më parë, sepse në të kundërt situata mund të përkeqësohet më tepër. Tregoni pak më tolerant dhe të kuptueshëm. Beqarëve mund të ndryshojë jeta tërësisht fal një takimi impresionues. Financat do mbrohen nga Saturni. Do jetë një ditë pa probleme në këtë fushë. Luani. Ata që janë në çift do të jenë më të përkëdhelur nga yjet sot. Dita do jetë shumë animuar dhe e këndshme. Bëni vetëm kujdes, mos tregoni idealist dhe mos kritikoni më shumë se sa duhet. Beqarët do kenë mundësi me shumicë për të dalë në për takime. Tregoni sa më të hapur që të mundeni. Në planin sentimental, duhet të tregoni sa më vigjilent. Mos shpenzoni pa u menduar mirë. Virgjëresha. Humori juaj do të ndryshojë gjatë kësaj dite dhe kjo mund të sjellë probleme me partnerin tuaj. Tregoni të kujdesshëm, sepse përndryshe do kaloni një ditë të vështirë. Beqarët do ndihen mirë dhe ashtu si janë, por një person që do takoni do ju bëjë për vete dhe mund të lindin ndjenja të forta. Do menaxhoni me kujdes buxhetin dhe do tregoni të matur me shpenzimet. Bravo! Peshorja. Nuk do ju pëlqejnë as pak detyrimet dhe të zakonshmet në jetën tuaj në çift. Do kërkoni të provoni gjëra të reja që t'ju sjellin më shumë emocione. Kujdes, mos tentoni të shikoni dikë tjetër, sepse kur ta humbni partnerin, do ju vijë shumë keq. Jupiteri do jetë planeti që do ndihmojë beqarët dhe do ju sjellë fat. Fal disa shpenzimeve të papritura që do bëni, financat do të dobësohen. Akrepi. Marrëdhënia me partnerin do jetë shumë e mirë. Lëreni pas rutinën dhe provoni gjëra të reja së bashku. Do ndiheni mirë dhe do ju duket sikur do të rilindni. Beqarët do takojnë dikë dhe do idealizojnë menjëherë. Ky është gabimi më i madh. Mos ndërtoni lidhje sot sepse do lëndoheni. Periudhë favorshme për financat. Plutoni do ju mbështesë dhe do bëni investimet të nevojshme. Shigjetari. Për disa prej atyre që janë në një lidhje, dita do jetë e vështirë dhe me probleme. Mos e humbni në asnjë moment komunikimin me partnerin. Beqarët do jenë të përkëdhelurit e yjeve.
Jo vetëm që do kenë takime interesante, por mund të fillojnë edhe lidhje pasionante. Kujdes me operacionet e mëdha financiare. Situata nuk është shumë e qëndrueshme që ju të merrni vendime. Britsjapi. Projektet në çift do jenë shumë të favorizuara gjatë kësaj dite. Shprehni secilit mendimet dhe më pas vendosni për atë që ju intereson të dyve. Tregoni edhe pak më të ngrohtë me atë që keni në krah. Beqarët do marrin një propozim shumë të veçantë. Mendoni mirë para se të jepni përgjigje. Financat do jenë në gjendje shumë të mirë sot. Mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Ujori. Duke qenë se asnjë planet nuk do ndikojë tek jeta juaj në çift, pritet një ditë e bukur dhe e mbushur me emocione. Do ndjeni me fat që do keni dikë si partneri pranë. Saturni do i bëjë beqarët më të hapur ndaj takimeve. Mos u mbisni asnjë rast. Situata financiare do jetë e pastabilizuar. Do ju duhet të hiqni dorë nga disa shpenzime që kishit menduar. Është më mirë kështu. Peshqit. Në planin sentimental do keni disa probleme sot. Mos u panikosni, por që të sohuni dhe flisni më shumë me partnerin. Vetëm kështu do mund të rivendosni klimën e ngrohtë. Beqarët duhet të merren më shumë me çështjet e dashurisë. Nëse nuk kërkoni vetë, mos prisni që të tjerët t'ju servirin gjithçka. Ka mundësi që me financat të keni fat. Gjithsesi, qëndroni me këmbën në tokë.